E po si mos mu gëzua kur një iniciativë kësë tipit bëhet. Por në të njëjtën kohë pa harru asnjëherë vendin nga i cili vin. 8 marsin e kemi festu qysh kemi pas qef. Evente janë shumë të vlefshme, sidomos për gratë dhe për vajzat. Jam dije jo që jam qëre, po jam di si Kosovë. Është ngjarja e tretë që kemi organizuar brenda një vitit në kuadër të Swiss Alps Women, që eventi quhet Teutat për gratë forta. Kemi pas nderin me pas zavendës kryeministrën zonja Donika Gërvala-Shvarc, kemi pas Vera Orën, kemi pas Emine Çunmula që ka ardhur prej Miami, Shteteve të Bashkuara, Kadire Tahiraj që ka folë për punën, për aktivizmin e vetë, që i suportojnë gratë në Kosovë. Kemi pas edhe panelin diskutimit me 5 gra shumë sukseshme që jonë rritë dhe jonë lindë në Zvicër. Edhe është mirë prit shumë mirë, jemi kanë rreth 215 musafir, bashkë me muzikë, kështu që 8 marsin e kemi festu qysh kemi pas qef. Edhe shpresona që mundum me organizu vazhdimisht çdo 8 mars. Unë mendoj që është një gjenerat krejt e re e grave dhe vajzave shqiptare në Zvicër, të cilat jo vetëm që janë profesioniste të shkëlqyshme, janë nëna të jashtëzakonshme, janë bashkëshorte dhe motra fantastike, mirë po e kanë gjetë edhe njëra tjetrën dhe duke u bashku dhe organizu me njëra tjetrën, ato e pasurojnë tej mase jetën e komunitetit. Teutat, emri vetë thot, janë ato mbretreshat të cilat i menaxhojnë të gjitha çështjet e tyre me një lehtësi të jashtëzakonshme, duke kriju një bashkim, një bashkësi të grave dhe vajzave shqiptare, të cilat jo vetëm sot, po edhe më tepër në të ardhmen, do t'jena në vendi ku shkëmbehen idetë, ku shkëmbehen vizionet, ku ofrohet ndihma konkrete, por në të njëjtën kohë pa harru asnjëherë vendin nga i cili vijnë dhe për cilin gjithmonë mendojnë njëkohësisht se çka mund të kontribojnë. Po organizimi ishte jashtëzakonshëm. Emina është një figurë e cila të mahnit me thjeshtësinë e saj, po njëkohësisht me thellësinë e iniciativave cilat i merr. Doktoresh Ora është një psikiatre e cila me neve sonte ndau disa anë të cilat ne nuk i diskutojmë shpesh në shoqërinë tonë, po me cilat nuk do t'ishte keq sikur të angazhoheshim më shumë dhe ta krijonim një kulturë të re në vendin tonë, ku edhe për sëmundje të pazakonshme në bisedat tona të përditshme do të mund bisedonim më hapur. Ky organizim ishte i jashtëzakonshëm, ky organizim ishte i asaj natyre që nganjëherë lakmoj që t'ju marr, t'ju teleportoj në Prishtinë dhe t'na tregoni se si 8 marsi nuk është vetëm ai vendi ku vallëzojmë, edhe duhet vallëzojmë, padyshim, po i cili mund shfrytëzohet edhe për të diskutuar për tema serioze që kanë bëjnë me gratë, me zhvillimin e tyre, me sfidat e tyre, po edhe për të festuar sukseset e grave. E po si mos mu gëzua kur një iniciativë kësë tipit bëhet, për ata për mua edhe udhëtimi prej Miami është shumë i shkurtën që katohet, është një natë fantastike, është një natë emocionuese, është një natë gëzimit, por shoqër që kemi mu bashku, shoqër kë kemi mu bashku dhe shoqër që po na bashkojnë. Teutat na jena gjithë teutat në veti, por është aspekti edhe tjetër kur bashkohemi gjithë bashkut që tregojmë edhe fuqinë e gruas, motivimin si në gjitha aspektet kulto-artistike, shkencëtare, atyre natyrale, sikur që jemi motra, nana dhe gjitha, me qenë se këtu besoj se sonte kemi pas pothuajse prej asaj që është më bazore nana që rrin në shtëpi, që nuk është bazore hiç pak, është një goxha një punë e madhe, deri te ajo që janë shkencëtare të ndryshme, doktoresha nërmes, humanitare, është një natë shumë fantastike. Diversiteti i ndryshëm na tregon tamam sa të pasur jemi në aspektin e gruas, zhvillimit e saj. Kështu që sonte ka qenë një fuqizim shumë i madh, edhe për ato që ishin këtu, por edhe për ato që ndoshta kanë me dikua dhe pa këtë film.
Për Teutat, unë e kom marrë ftesën nga Arbella, e cila ka qenë organizatore e këtij eventi dhe mendoj që kësi evente janë shumë të vlefshme, sidomos për gratë dhe për vajzat. Unë zakonisht inkuadrona kur ka nevojë për vetëdijsimin për shëndetin mendor, se mendoj që shëndeti mendor është ende shumë një tabu temë edhe e ka stigmën shumë të madhe dhe nuk flasim për shëndetin mendor. Kështu që ky event ishte shumë i rëndësishëm edhe mendoj që Teutat si na femna që jemi gjitha Teutat forta dhe hecim përpara shumë me vend dhe i qelluar. Sonte edhe si ndëgjova përveç shëndetin mendor që unë e prezentova një pjesë dhe rëndësinë për shëndetin mendor, u biseduan shumë gjana që ishin shumë të rëndësishme sidomos për gratë edhe për vajzat, për leadershipin, për menaxhmentin, për metodat që si me prosperu ma mirë. Emina foli për një kauzë shumë të rëndësishme, për bamirësinë, si ndihmon tjerët, edhe në përgjithësi ishin disa tema shumë të qëlluma që mendoj që e kishte drejtimin për avansimin dhe për zhvillim më të tutjeshme të grave dhe vajzave. Po me kohën temat përgjithësi gratë që ju interesojnë edhe ndoshta janë nevojshme, gjithsesi po mendoj që unë ndoshta si psihiatër mendoj që shëndeti mendor është tanë kohën në nevojë, sidomos për troje tona, ajo në ne, kishte qenë mirë që na me bisedu, jo në mënyrë kritike, apo në mënyrë sikurse është një gjë shumë negative, po është mendoj një drejtim i cili na jep një perspektivë, një pozitivitet edhe një liri që na mund të flasim për shëndetin mendor shumë ma lirshëm se sa që kemi bërë deri tani. Teutat është një emër, një titull shumë të mirë edhe mendoj që është shumë adekuat për gratë dhe vajzat tona shqiptare, se ne gjitha jemi Teuta në një mënyrë tonën, mirë po ka nevojë për një inkurajim edhe mendoj që eventet e tilla janë shumë të preferuara dhe mendoj që kanë efekt shumë të madh në këtë gjë. Organizimi ishte shumë i mirë në nivel edhe mendoj që gjithashtu duhet ta bëjnë një gjë të ngjajshëm kudo në çdo vend edhe në trojet tona. Sot kam ndije shumë e nderuar dhe privilegjuar të jem në mesin e këtyre grave zonjave, aq të guximshme, aq të forta, po dhe shumë punëtore, që pas vetit kanë lënë një gjurmë të madhe kanë lënë në shoqëri edhe me gjerë. Unë si Kadire Tahira, themeluese e qendrës për promovimin e drejtave të grave, ndër viti kemi mbështet në hulumtimin dhe identifikimin, po dhe në mbështetjen fuqizimin psikosocial të mbijeturave të luftës dhe falenderoj zonjën e cila ka bërë këtë organizim, po gjithashtu doja të falenderoj Eminën Sulmulaj, e cila mu më ka bërë një ftesë të jem këto. Me vërtet jem një shumë e nderuar, po ashtu ka pas rasti të taku me gra shumë të zonja, që femra shqiptare kudo që i shkojnë janë model edhe krenuar me ta në çdo cep të botës që janë. Organizimi shumë ka qenë mirë, temat shumë ka qenë të diskutueshme, temat të prekshme. Thjesht jem ndije, jo që jam qëre, po jem ndije si Kosovë, pasi pash një grup të madhë vajza së gra, po dhe një burra. Thjesht jem një jashtëzakonisht shumë e lumtur dhe jem shokue që pjesëmarrja, interesimi është jashtëzakonisht shumë i mirë. Me domosdoshme është që me pas të iniciativa tjera, që po besoj që të prezantohen edhe punimet të grave, të cilat të përqojnë zërin e klimit të luftës, po mbi gjitha edhe përqojnë zërin e forcës dhe identitetit që ka për mbijetesë. Kompaninë Prima Plegë e udhëheqi që 10 vite, janë afër 100 punëtor, kujdesen për afër 80 pleq, 24 orë, kështu që kam fillu para 10 vite, po krejtësisht karrieri kam thuja se gati 30 vite. Për shtypje shumë të madhe më kalon zonja Ora me referatin që pati sonte në mramje, me temat që na prekin sidomos njëve grave, shumë temat ndryshme për shëndetin mendor që është diçka që hala nuk flitet, sidomos në ashtit e ne shqiptarët. Kjo është ndoshta më e rëndësishmja për kohën tash, kohën moderne, muj me thonë, mendoj se jemi zhvillu shumë, sidomos në biznese, jo vetëm në Zvicër, po edhe në tjera vende, po ka temat përcaktune që nash nuk flitet aq sa duhet, sidomos kur është tema
roli i gruas shqiptare, aty mendoj që ka shumë tema që duhet ma shumë edhe t'i definojmë, t'i diskutojmë bashkë. Unë e pash kjo është diçka shumë e rëndësishme, Teutat do të vazhdojnë me këtë mision, ose unë mendoj që kjo do të ketë sukses shumë të madh. Unë besoj edhe shpresoj që do të vazhdojnë, se Arbelën e Xheverin i një afrona sot që mbajtën këtë mbrëmje kaq të bukur. Unë mendoj se kjo do të jetë në të ardhmen e përsëritshme. Sidomos kur është tema për gratë shqiptare, unë aty e vrej se jam shumë e hapur për sponsorizim. Kjo është sonte, në fakt, më e mira që mundet me ndodh, edhe që të shkojmë përpara. Absolut, të unë e kanë mbështetjen. Unë punoj për Aldi Swiss, jam aty team leader recruiting dhe jam që 15 vite për Aldin. Ishte kënaqësi e madhe me pa kaq shumë themna të bukura, një farë mbrëmje plot energji. Edhe u kom krenari që më kanë ftu, e Arbelës faleminderit pari që më ka bo pjesë këtij Teutës. Ma mërmenja networking është kryesorja. Na shqiptaria pak si pak e përdorim edhe na femnat. Dhe kështu që shpresoj që shumë ma shumë që si mbledhje do të kena. Në Swiss Alps edhe vjetë kam qenë në Gala Night, edhe kur ka ftesa për Teuta Swiss Alps Gala Night, ka pëlqyer edhe shumë ma shumë. Dhe shpresoj se edhe në galat e tjetra kam qenë prezent. Sa do kon tema leadership, mendoj që kena shumë ma shumë tema, mendon edhe që kena tema si integrimi i femnës, integrimi i rinis, po edhe integrimi i vajzave shqiptare edhe identiteti që po na hup ose po na mungon. Mendoj që Teuta na e ka dhënë neve si femnave një zë që me na ndëgju edhe ka mungu që shumë vite një platformë si kur Teuta në Swiss Alps. Dhe jam shumë e kënaqur që jam pjesë e kësaj na. Unë jam që 30, mund me thonë gati afër 14 vjetë këtu që jetoj edhe veproj. Profesioni im është stiliste, merrem me veshjen, e kam veshjen tradicionale shqiptare këtu në diasporë, edhe e bëj me qef edhe me dëshirë shumë të madhe. Ideja si ide për dhuratën e dy qytetëve të këtyre dy artistëve ishte nga artistët tona, vajzat Aurelia dhe Kleofina. Edhe ne jemi shumë privilegjuar që ato kanë pranuar dhuratën nga ne. Është një dhuratë simbolike, çiftëli dhe plisi. Marrim pjesë këtu për aktivitetin e Swiss Alps, që e ka organizuar me një aktivitet shumë edhe organizim jashtëzakonisht fantastik. Personalisht ato ishte eventi shumë i bukur, ambienti i hapur, njerëzit, kontakti, rinia jonë këtu se kanë ardhur dhe kanë marrë pjesë edhe u promovun edhe në mëzveti, bisedat që i bën së bashku, abrisht rasti. Organizimi është numër 1, i përgëzoj shumë për organizimin. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos për komunitetin që jeton në diasporë. Është e rëndësishme që ti kontriboj këto vlera, edhe këto tema që këto dy zonet i kanë plasu sot, si vujtjet, si suksesin që kanë arrit ato.